Izraeli dhe Irani kanë vijuar sulmet ndaj njëri tjetrit si gjatë natës ashtu edhe gjatë së dielës, në ditën e tretë rindezjes së konfliktit armatosur mes tyre. Media ndërkombëtare raportojnë se raketa të tjera izraelite kanë goditur kryeqytetin iranian Teheran këtë të diel. Po ashtu autoritetet izraelite njoftuan se nga Irani ishin lëshuar të tjera raketa, ndërsa ushtria izraelite u kërkoi banorëve të vendit që të strehohen përkohësisht në vende të sigurta, siç janë metrot dhe vendstrehimet. Izraeli zgjati gjendjen e emergjencës deri në fund të qershorit. Ndërkohë, presidenti i Iranit, Masud Pezeshkian, tha se nuk ishte vendi i tij që nisi konfliktin. Ai paralajmëroi Izraelin se nëse do të vijojë sulmet, do të marrë një përgjigje edhe më të fortë të vendosur. Në një telefonat me kryeministrin irakian Pezeshkian, i kërkoi Irakut të bllokojë hapësirën ajrore për Izraelin, duke nënvizuar se nga konflikti janë të rrezikuara të gjitha vendet e lindjes së mesme. Ndërkohë, në një bilans të 3 ditëve luftë, Izraeli ka raportuar se kanë humbur jetën 10 persona. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Irani do të paguajë shtrejt çmimin e jetëve të humbura nga sulmet. Nga ana tjetër, mediat iraniane raportojnë se nga sulmet izraelite kanë humbur jetën të paktën 128 persona dhe 900 janë plagosur. Mes viktimave konfirmohet se janë edhe 14 shkencëtar të programit bërthamor të Iranit. Izraeli dhe Irani sulmuan sërish njëri tjetrin gjatë natës, teksa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se konflikti mund të përfundonte lehtësisht, duke paralajmëruar Teheranin të mos godiste asnjë objektiv amerikan. Ekipet izraelite të shpëtimit kontrolluan rënojat e ndërtesave të banimit të shkatruara nga sulmet për të kërkuar të mbijetuar, pasi të paktën 10 persona mbetën të vrarë, përfshirë fëmijë, thanë autoritetet izraelite. Irani sulmoi me raketa në Izraelin qendror dhe verior pasi ushtria izraelite konfirmoi se ka kryer një numër sulmesh kundër lokacioneve të infrastrukturës bërthamore iraniane. Në Izrael, vala e fundit e sulmeve iraniane filloi pak pas orës 23 të së shtunës, kur sirenat e sulmeve ajrore u dëgjua në Jeruzalem dhe Haifa, çfarë bëri që rreth 1 milion njerëz të drejtoheshin drejt qendrave të strehimit kundër bombave. Rreth orës 2:30 të mëngjesit, ushtria izraelite paralajmëroi për një tjetër breshëri raketash dhe u bëri thirrje banorëve të kërkonin strehim. Teherani ka anuluar bisedimet bërthamore që Washingtoni i kishte cilësuar si të vetmen mënyrë për të ndaluar bombardimet e Izraelit, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmet e Izraelit deri më tani nuk ishin asgjë në krahasim me atë që Irani do të shihte në ditët në vijim. Irani ka bërë të ditur se 78 persona u vranë në vend gjatë ditës së parë të fushatës izraelite të premten, por më shumë viktima janë shënuar ditën e dytë të sulmeve, përfshirë 60 vetë, kur një raketë rrëzoi një pallat 14 katësh në Teheran. 29 nga viktimat ishin fëmijë. Ministria e Naftës e Teheranit ka bërë të ditur se depoja e naftës Shahran në kryeqytet u godit në sulmet e fundit izraelite. Megjithatë, autoritetet iraniane njoftuan se situata është nën kontroll. Presidenti i Iranit, Masud Pezeshkian, ka kërcënuar se do të kundërpërgjigjet më ashpër nëse Izraeli nuk të riqet. Sa ka që rebelët Houthi të Yemenit të lidhur me Iranin thanë të dielën se kanë shënjestruar në Izraelin qendror me disa raketa balistike në 24 orët e fundit, duke shënuar kështu herën e parë që një aleat i Iranit i është bashkuar konfliktit. Njofton. Imali. Thank you.